Minerali Kinebari. Minerali Kinebari është një legjend e vërtet. Sot në botë konsiderohet si mbreti i ekonomisë informale. Janë ndërtuar shumë mite ushtarake për këtë mineral, shumë legjenda urbane, por në të vërtet Kinebari është mërkuri i kuq. Mërkuri i kuq është argjendi i gjallë ndryshe me pasardhësi shumë të lartë, 99.99%. Patjetër që sot vlera e tij në treg është shumë e madhe dhe përdoret për disa qëllime të rëndësishme. Një ndër më të rëndësishmit është këmbëllimi i arit. Mërkuri në përgjithësi është një metal shumë i bukur, shumë i rrallë, por është helmus. Në natyrë ai gjendet në ajër, në ujë dhe në tokë, pra kudo. Sfida e njeriut në të vërtetë është për ta shmangur, për mos të rënë kontakt me ta. Por në industri, sidomos në industrinë e rëndë, dhe gjithë spektrin ku mund të ofrosh shërbime, ky mineral është shumë i rëndësishëm për të përfituar objekte të reja dhe shërbime alternative. Nëse do të bazohemi te ky mineral, është krijuar një mit ushtarak i cili ka të bëjë me armët bërthamore. Pra është një element i armëve bërthamore dhe monitorohet shumë rrep, ndër mund t'ju konfirmojmë se janë 93 shtete që kanë nënshkruar traktate të veçanta për këtë. Interesi i tregut informal për këtë produkt është i përqendruar totalisht tek marrja e arit, pra zbulimi i arit, veçimi në objekte të ndryshme. Sot mund t'ju konfirmojmë që vlerat e tyre në treg arrin shumë vlera të larta, shkon nga $500,000 e sipër. Flasim për mërkur të kuq me dënsi 20/20. Pra, mërkuri i kuq është një mit, një legjend, e cila vjen patjetër në zbulimin e thesarit dhe është një pjesë e rëndësishme. Ka një rëndësi jo vetëm në zbulimin dhe marrjen e arit, por pjesa më e rëndësishme është konstatimi rrezikshmërisë dhe si të mbrohemi nga mërkuri. Ky metal shumë i bukur por helmus. Interesim të veçantë për ne si ambientalist është pikërisht pastrimi i ujit nga mërkuri, për ndërtuar sisteme të tilla të cilat e neutralizojnë plotësisht. Dhe patjetër në zbulimin e thesarit do të kemi disa alternativa se si mund të shmangemi nga uji deri tek produktet ushqimore, siç janë konsumi i peshkut e tjerë. Pra do të kemi një tablo shumë të saktë, të qartë, për sa i përket mineralit Kinebari. Pra, jemi të vendosur për ta sjellë të format shumë të veçantë në këtë produksion filmi.